Të dashur miq, tashmë kam kënaqësinë që t'i kem dhe dy të ftuara shumë të këndshme në studio të nderuar trashëgues, po ashtu dhe kam nderin dhe kënaqësinë që me mua dhe ju po ashtu të dashur miq të kem trajnerën e klubit Vushtrria Duruntin Ibrahimi, mirëmëngjes Duruntin. Si dhe gjimnastën Sara Plana, e cila një rreth sportiste e vitit 2025 në gjimnastik, po ashtu dhe trajnere e klubit të Vushtrrisë është jeni dhe trajnera më e mirë e vitit 2025, po ashtu dhe klubi Vushtrria Shpall, klubi më i mirë i vitit 2025. Është kënaqësi që t'u kem në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe të flasim pak për rrugtimin tuaj të përbashkët drejt këtij suksesi. Po, sigurisht. Po, Duruntin, fillojmë ty. Sora me gjimnastik ka fillu këgja vita ma herët, dikon rreth 5-6 vite, 6 vite, okej. Është sportiste shumë e mirë që nga fillimi kur ne i kemi ndohë fëmijët, cilët kemi pa që kanë talent, ndërta ka qenë edhe Sora. Më thënë Sora prej atëherë fillon, ka fillu së pari me gara vendore, pastaj kur e ka arrit një nivel të mirë, kemi garu në gara jashtë vendit, dhe më thënë në gara ndërkombëtare, ku edhe pastaj Sora është edhe njëra ndër gjimnastët që ka fitu medaljet e para ndërkombëtare për Kosovën në gjimnastik. Edhe njëkohësisht deri te suksesi më i madh që ka ndodhur në vitin 2025, ku ka fitu edhe medalje në kampionatin ballkanik për herë të parë për Kosovën. Dhe më thonë kë sukses llogaritet si sukses historik, sepse askush deri më tani nuk e kam rrit diçka të tillë. Vërtet kënaqësi dhe ju përgëzoj. Faleminderit. Juve si trajnerë dhe ty. Faleminderit. Sar e dashur. Na fol pak për rrugtimin tënd. Rrugtimi sigurisht ka qenë i vështirë, me plot sfida, por fol punës të trajnerëve, fol punës time, sakrificave të prindërve, kam arritur deri këtu ku jam. Bashkëpunimi trajner sportist. Sa është i rëndësishëm, nga se sa po hytu në vrejta këtë të hyu që ke një raport shumë të mirë me njëra tjetrën. Shumë. Po e nisi që prap të pjesa kur ka qenë Sora pak me vogël, gjithë i kom thonë që ti je best friend me neve, po ti halon nuk e din. Të gjithë u idnojke diçka, kur u bëjke nervoz, ka një herë dhe kojke, shkojke me një qësh, heq dhe kësë pëdu me najtë mo. Tani dojsha ti je best friend me neve, por halon nuk e din. Kështu që e kam një raport shumë të mirë me Soren, po në përgjithësi edhe me sportistë e tjerë, po me Soren e kam një raport të veçantë, për arsye se nuk di, shop shumë potencial të Sora për një të ardhme, edhe di që prej fëmijë kur ka qenë, kom po diçka të tillë të ajo, për që ata më ka bo dhe mu me një najt ofër shumë, pa marrë parasysh që fëmija zakonisht din me ndryshu tu rrit, ka pak po që i kemi najt ofër trajnerat, edhe prindrit gjithsesi, kemi edhe një raport ngusht trajner prindër gjimnast, dhe me këtë e shoh që në përgjithësi Sora është punëtore. Apeden është fëmijë që punon shumë edhe nuk priton, po që tash tu rrit, e ka kuptuar rëndësinë e sportit edhe rëndësinë e fjalëve të trajnerit që okay, trajnerja nuk e paska për të keq, e paska me mbështy mu. Edhe sa herë ndodh diçka kështu që ndodhja ngriti zonin ose diçka e shoh që pak nalet rrim, po diku në mirën e saj. Po, e kupton që është në të mirën e saj. Kështu që po, kjo është për Sarën. Sara, trajnera na foli për ty, po ti çfarë do thuash për trajnerën tënde? Unë do të them se është trajnere e mrekullueshme dhe fol soj dhe punës së soj, fjalëve të soj, mesazhet që mi ka dhënë, unë i marr gjitha dhe i dëgjoj gjithmonë dhe e falenderoj shumë. A ka ende raste kur strukesh edhe je pak sa nervoze me trajnerën? Zakonisht me vetën që tash bëhet nervoz ka njëherë për një ushtrim që nuk e bën edhe që është të nejt veç im shon veglës kështë të banë. S'po më pëlqen mo. Tani dikur kthehet apet po më pëlqen që tash. Sigurisht kërkon shumë prej vetës tënde. Shumë. Dhe posa asaj që kërkon dhe trajnerët tuaj, gjithashtu dhe nga vetja yte, që çdo herë të jesh e mirë, e më e mirë. Më e mirë, po. Sigurisht. Dhe kur jemi tek puna, sa kohë kushton dhe ndalim pas edhe tek shpallja e sportistës së vitit, se çfarë ndjesie është, por sa kohë të merr gjatë ditës? Apo cila është ajo koha e ushtrimeve apo në ditë ushtrojmë dikon 5 orë gjysmë deri në 6. Ushtrojmë çdo ditë? 5 herë një. O, nuk jam pak as 5 herë një. Ne kemi orarin e plotë kështu. Edhe është vërtet po. Zakonisht stërvitjet i fillojmë në orën 2:30, i përfundojmë në orën 8, për arsye të shkollës. Sora direkt
si të përfundon shkollën, ndoshta veç ushqim, han shpe dhe niset me njëherë me ardhë. Vlen cekët që Sara zakonisht udhëton me taksi dhe nuk i humbas të herë stërvitjet. Si shtash, stërvitje mojnë prej orës 2:30 deri në orën 8. Gjatë asoj procedure i kemi gjitha çka ne bëjmë i kemi me plan, të detajum, duke fillu prej nxemjeve deri te pjesa e fundit kur veç e përmbyllim stërvitjen atë ditë. Domethënë çdo gjë që e bëjmë e kemi në bazë të programit gjimnastikës, domethënë për stërvitjet që e kemi bë unë dhe trajneri Arlend Shaqiri. Dhe kështu e kemi me krejt sportistat, me sportistat elitar që i kemi në klub. Po, si e ndjerë? E ke ndjerë kur je shpall dhe gjimnastja e vitit 2025? Unë jam ndjerë shumë e lumtur dhe motivuar për të vazhduar akoma edhe për t'i arritur moja. E ke prit që do t'jesh? Po, E përgjedhura? i kom prit pasi që kam qenë e vetmja që kom fitu në kampionat ballkanik, e më post që asoj dhe. Shumë do thotë dhe vetbesimi. Tek secili njerit, secili për nesh, po sidomos edhe tek sportistët. Dhe këtë ju e vreni më së miri. Po, definitivisht. Unë kur ti thëm Sarës që ti duhesh me bë diçka bile edhe kur del me fol dikon ose kur ka qenë të shpalla e sportistëve të vitit, i thëm që moj shumë vetbesim. Le ta kesh një aura që kërkush nuk e ka. Mundo më konë ti që ajo që krejt kanë qef më konë sikur ti. Edhe më pëlqen shumë se mundohet me ndëgju që ka po i thëm, po edhe është shumë e mirë në këtë pjesë. Po, është dëgjuese mirë, është punëtore. Shumë, është punëtore shumë. E madhe, edhe cila punon me shumë përkushtim dhe mbi gjitha e don. Shumë. Punën e saj. Dhe po ashtu dhe ju si trajnere e shpallur më e mira për vitin 2025. Për cilin i përgëzoj edhe njerë të të dyjave. Faleminderit shumë. Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, për arsye se gjatë vitit 2025 ne kemi pas suksese akoma më shumë, nuk ka qenë i vetmi sukses veç në kampionatin ballkanik, po ky ka qenë suksesi kulminant. Kemi pas suksese të tjera, siç është në një garë ndërkombëtare të Federatës Gjimnastike për herë të parë ku kemi fituar medalje, kemi fituar 3 medalje, 2 medalje me Sara Planën dhe 1 medalje me Fernazë Cakaj. 2 medalje të vendit të tretë dhe 1 medalje të vendit të parë që e ka marrë Sara në veglën e parterit. Pastaj kemi filluar në kampionatin mesdhetar të gjimnastikës artistike në Turqi, ku Sara ka arritur të kualifikohet në 3 vegla në finale dhe është rëndit në 3 veglat në vendin e 5. Ndër shumë shtetet e cilat e kanë gjimnastikën shumë zhvilluar, siç është Italia, ka qenë Turqia, Algjeria e shumë vendet të tjera, por që tash duhet të jenë ndër vendet konkurruese me shumë potencial, po konsiderohemi edhe ne. Sa që te pjesa e Ballkanit po ndalim pak, janë duke u befasu me një farforme se si gjimnastika kosovare ka arrit të dëpërtoj me një havë kaq të madh dhe për pak vite ta kemi këtë sukses. Sepse për shumë njerëz medalja në kampionat ballkanik ka qenë pothuajse e pa arritshme. Po duke e ditë potencialin tonë si trajnerit Arlend Shaqiri dhe unë, bashkë me sportistët e mia që i kam, atëherë e kemi vërtetuar që gjimnastika po zhvillohet, pa marrë parasysh kushtet të cilat janë jo të mira dhe salla ku ne ushtrojmë nuk është adekuate, por që ne kemi mundu me improvizu për të arritur diçka të tillë dhe e kemi vërtetuar që nuk është e pamundur nëse punohet profesionalisht, punohet me plan dhe me disiplinë të rregullt, domethënë pa kursy asgjë. Qëllimi tjetër për këtë vit është kampionati evropian ku Sara do të merr pjesë, është mbahet në Zagreb të Kroacisë, domethënë këtë vit në muajin gusht, edhe shpresojmë që aty kemi me dëpërtu akoma më shumë me gjimnastën tonë Sarën. Tash mbetet të shihet. Po, para se të kalojmë edhe tek Sara, mos t'i mbetemi borxh edhe klubit Vushtria që njëri të shpallur dhe si klubi më i mirë për vitin 2025. Klubi Vushtria është një klub, siç e thati, klubi më i mirë i vitit 2025, edhe njëherë Vushtria po e kallëzon punën që po bëhet tek ne. Ne fëmijët aty i marrim prej moshës 4 vjeç nëse veç janë të menaxhueshëm, nëse i ndajmë faktikisht. Disa mund të garojnë në ligën A, disa në ligën B, disa në ligën C dhe kështu fillojmë domethënë nga fillestarët. Momentin që ne e shohim një fëmijë që ka potencial, automatikisht kalon në grupin ton. Domethënë koordinohemi edhe me prind, me ditë pak mënyrën çysh e kanë koordinimin me shkollë, a mundën me i sjell, edhe me ditë sakt për fillimit se a mundet ai fëmijë të qenë një sportist elitar në të ardhmen. Klubi Vushtria, siç tregova edhe më herët, punon me sistem dhe me plan program të qartë edhe të rregullt, kanë një plan program perfekt, më i me thonë, që me ata edhe po krijon kampion. Sara,
Je gati për garën e Zagreb? Po ushtrojmë edhe me punë dhe për kushtim. Të shohim. Beson që edhe atje do të na bësh krenare dhe të zësh vendin e parë? Unë do t'jap më të mirën time dhe presim. Duke marrë parasysh potencialin që e ka Sara dhe nivelin e vështirësisë që e ka në dy vegla, mendoj shumë që nëse është fati në anën e saj atë ditë, edhe nëse vazhdon qysh po vazhdon kështu pa mungesë në stërvitje, duke respektu të gjitha rregullat, mendoj shumë që Sara ka me arrit me shku në finale së pari, por nëse edhe pastaj do të me garu edhe në finale, nëse në finale prap arrin me menaxhu emocionet edhe medalja ashtu qysh unë po e pres, atëherë Sara ka me qeni medaliste evropiane. Edhe unë ashtu po mendoj. Shpresoj shumë. Duke parë dhe Sarën për nga afër, e cila e reflekton gjithë këtë për cilën dhe ti po flet. Sigurisht që edhe moshatarët tua dhe ato që duan të miren, apo ata që duan të miren me gjimnastikën, t'japin pak informacione ma të detajuara për ty, Sarë. Kur ke fillu të miresh me gjimnastikën? Unë kam fillu kur kam qenë 7 vjetë, ka qenë pak vonë, por kam menaxhu do me thonë prap se prap. Pastaj ne ushtrojmë në një sallë jo të mirë për gjimnastik, edhe është normalisht e vështirë, por... Në gjitha këto vështirësit ja ke dalë? Ja kam dalë, Definitivisht po. Por presim që edhe me na ndërtu një sallë. Po, Se veglat janë do me thonë parteri 12 metra me ka, ne nuk kemi, ne kemi vetëm, qysh me thonë... Kemi veç një vit drejt, ku ne i thojmë që ushtroj me air floor, është si trampolin e but, dhe na më vynë shumë kohë mu ambientu që kur shkojmë jashtë vendit nga gara, prej një hapësire nështë 1 metër, e gjatë me 9 metra, na vynë mu ambientu me një vend 12 me 12. Dhe për këtë arsye ne si klub mbajnë shumë kampe para garave, në çdo vend të Evropës, edhe tani mbas kampeve shkojmë direkt në gara. Goxha, sakrificë. Shumë. Po, cilat janë ato sakrifica tjera që kërkon gjimnastika në nivel profesional, Sarë? Fillimisht, edhe shkolla është, do me thonë, si me thonë sakrifice, në mëngjes shkojnë në shkollë, pastaj në gjimnastik, edhe kur të kthejna do të edhe detyra mësimet, edhe pastaj edhe në ushqim do të me qenë e rregullt, edhe... Po që ja del sigurisht edhe në mësime? Je zonja edhe në mësime? Po. Ashtu e di? Kam informacion që je shumë e zonja edhe në mësime. Përmendi, Sara, moshën, tha, 7 është pak jo shumë moshë e hershme, e vonshme. Po, duke e marrë parasysh që tek sportet e tjera, një fëmijë 7 vjeçar llogaritet tamam duke filluar me gjimnastik, me sportet e tjera, po mendoj, atëherë në gjimnastik nëse fillon me 7-8 vjeç, nuk muj me thonë që është shumë vonë, po asë nuk është herët tamam. Për shembull, një fëmijë që mendojnë që kish mujt me qenë kampion elitar nëse veç është ai fëmijë i talentum, mendoj që ishtë dashtë me fillu nga mosha 5 vjeç, duke fillu me disa bazike shumë tjeshta, duke mësuar ecjen e trashë. Është rregull nga mosha 5? Jo, nuk është rregull, po aq ma herët që fillon, është dhe më thonë në plus për atë sportist, nëse të vazhdon të ardhmen me qenë një sportist elitar. Kështu që nuk është vonë as me 7 vjeç, nëse një fëmijë është i talentuar, po nëse se fëmija për i fëmijës dallon tash, dikush mundet me qenë më shumë, dikush më pak, se talenti është shkollë. Nëse do në dikush me mbrit diçka dhe ka një talent mesatar, atëherë nuk është vonë 7-8 vjeç. Po çka të kalon për mi 9, unë e mendoj që është vonë. Ky është mendimi jam i personal, që e mendojnë edhe plot tjerë, po personalisht e mendoj kështu saktë. Dhe nga përvoja juaj po flet sigurisht. Po ku është Sara vetëm pas disa vite? Cilat janë synimet e Sarës? Kampione olimpike. O të lumë, o sa do donim. Duroj shumë që të kemi dhe atje së shpejti. Po, klubi Vushtria? Klubi Vushtria njëjtë ashtu synimit i ka dhe qarta, i ka si të Sarës. Ne së pari kemi filluar, siç tash, me turnamente ndërkombëtare, mas turnamenteve ndërkombëtare kemi filluar me gara të tjera. Pastaj në kampionatin ballkanik, synimi jonë i qartë domethënë është kampionati evropian, nëse siç e ceka, nëse veç na ecë gara siç dohet. Mas kampionatit evropian është kampionati botror, janë World Cups.
ka shumë gara të tjera derisa të vim të cakojmë final cili është lojrat olimpike. Tash ne si klub e kemi shonë një karrierë shumë gjatë, nuk është vetëm lojrat olimpike të vitit 2028 ose 2032, sepse do vazhdojmë të punojmë akoma më shumë, por që aty e kemi synimin më të lartë tani. Çfarë mësimi ju ka dhënë ky rrugtim, Sar? Ky rrugtim më ka dhënë mësim që me punë dhe për kushtim dhe pa u ndolur asnjëherë edhe pse është e vështirë ne mund të arritim çdo gjë që duam edhe po juve unë prej fillimit kur veç kam filluar me qenë trajnere kam ditë që jam duke hyrë me një rrugë që nuk është aq e lehtë. Sa është e vështirë, është shumë duhet me pas përgjegjësi, për arsye se siç e dim gjimnastika nuk është sport i thjeshtë, konsiderohen ndër sportet më të vështira për të mësuar, edhe më thonë që është edhe domthonë sport i vështirë. Por që siç e ceku edhe Sara, kam kuptuar që me disiplinë, me dashurinë që e ke për këtë sport mundesh me mri shumë. Nëse veç për çdo trajner, unë mendoj që nëse veç ke hyrë dikon edhe je hyrë me atë mendimin po shkoj deri këto edhe po ndalem, atëherë ma mirë mos me hyj hiç. Unë kam atë mendimin që veç masi kam hyrë kësaj rruge edhe është një sport që e dashuroj me shpirt, atëherë e di punën që duhet bëj, e di sakrificat që duhet bëj, përgjegjësinë që kam si trajnere për gjitha, kështu që më mirë është me pas disiplinë, me pas dashuri të madhe për punën që e bën, edhe mos me përtu asnjëherë. Jemi minutën e fundit të intervistës sonë, minutat i kanë shumë shpejt. Më intereson të di dhe se a ka pas momente kur ke mendu që të ndalësh dhe mos vazhdosh më, Sar? Po, ka pas momente për shembull kur një garë nuk ka shkuar ashtu siç kam dashur unë, ose kur asgjë nuk punon, të qysh me thonë nuk Mënyrën e mirë. Po, çysh kjo ka dashur. Edhe kom thonë me ndalë, po jo, prap, nuk kom ujtë do me thonë u shkëput për këti sporti. Është më e fortë ajo që të vazhdosh, se sa të ndalosh. E vërtet. Po juve si trajnere, nga se nuk është as pak e lehtë as për ju. As pak e lehtë, siç e tha edhe ti, nuk është, po me më shku mendja kështu me ndalë, jo, asnjëherë. Ndoshta ka pas raste kur jem ndje zhgënjur, aty për aty edhe se na jemi njerëz dhe ka ndodhur për shembull në një garë ku kam prit me dalë shumë mirë, bash aty nuk kam ujtë me ecë gara, sa që për emocioneve dhe kam fillu me qajtë, kam thonë, pse është kaq e vështirë me bë këtë punë. Por që jo asnjëherë nuk më ka shku mendja kështu me ndalë, definitivisht jo. Se e kuptoj çush është gjimnastika, e kuptoj çush është sporti, bile krejt ata që merren me sport i dinë punën e sportit që shkon. Unë falenderoj shumë që ishit mysafire në programin e mëngjesit, ma zbukuruat studion. Faleminderit. Dhe dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit. Dhe ju presim po ashtu me sukseset të tjera. Shpresoj. Dhe medaljen e radhës edhe në garën e Zagreb ku do të na përfaqësoj densisht Sara si çdo herë. Faleminderit edhe një shumë më dy si trajnere. Ju priftem bara në punën tuaj. Faleminderit.